e argumentimi tonë. Sa i përket prova që ndërguar nga Serbia, gjykata është e obliguar me marrë. Prokuria në fakt i ka marrë këto prova dhe i paraqet së bashku me akt akuzë. Sa i përket a mundën me vërtetu, se ajo në fakt se ajo shpeshherë nuk mundën me vërtetu se ato punohen nga institucione shtetërore dhe provat nuk besoj që janë falsifiku. Mirë po dëshmitarët që pe i shohëm tash janë intervistu, ato deklarata që po thoj që na se kena dhonë, ato janë dhonë dikun. Edhe ato prova, në sa faqe kënë 4.000 faqe, pa dërshim që gjitha do të shërtohen nga trupi gjykues, por është tepër e rëndësishme që mbrojtja dhe të akuzuarit me kundër argumente dhe kundër fakte të zhlefsojnë ato prova dhe të shpallin të papranueshme. Se është e kohët na me thonë që i ka qu Serbia dhe nëse ato vërtetohen, ato janë prova të vlefshme. Mirë po është detyre avokatëve, vetë akuzuarve që mi paraqit provat me dëshmitarët që i kanë tash, në mënyrë që me kundërshtu ato prova dhe me paraqit prova më të forta me dëshmu që s'ka ndodhur ajo situatë dhe ngjarja nuk janë kryer ato krime që pretendohen ato prova. Përndryshe secili shtet që ka pas njohuri, secili institucion ka mujt me çu prova. Këta ka shfrytzuar Serbia më shumë se ka qenë kërkesë e vazhdueshme saj që në Kosovë nuk ka gjykata dhe nuk ju besohet institucionet të Kosovës. Kjo në një farmasë u besu edhe prej Euleksit edhe prej UNMIK-ut, edhe pse gjykatat e Kosovës janë krijuar nga UNMIK-u, u vazhdu nga Euleksit deri në vitin 2016. Por nuk e amniston politikën e Kosovës që nuk e ka themelu departamentin special ma herë të gjykatës dhe departamentin special prokurisë dhe departamentin special i prokurisë ka qenë në kodër të Euleksit dhe në fakt o marrë me disa raste të izoluara dhe kanë bërë me vjetë të tëra për me përfundu procesin. Zvarritje, s'ja mërmenja, tash jenë ato rob me raste të marrë në rigjykim që i ka kthye apeli në kohë të Euleksit edhe që i ka lënë sertarën mbyllur. Nuk ka qenë funksional, as e UNMIK-u, as e Euleksi, ka vazhduar jo funksionalitet edhe pas shkurjes tyre, në neglizhencë për formimin e institucione përkatëse. Serbia, edhe pse është jo demokratik, i ka gjykatat shumë bürokratike se na gjykojnë politikisht, kanë shumë vrejtje se Kosova edhe tash edhe nga qeverit e kaluar për sistemin e drejtësisë, ka themelu departamentin special për gjykimin e krimeve të luftës edhe prokurin speciale. Këta e ka bërë më herët, po edhe ka shqiptuar dënime. Edhe ka shqiptuar dënime. Dhe për këtë arsye Serbia nuk ka pas nevojë me çu njerëz në Hag, se i ka gjykuar në territorin e vet. Ai ka shqiptuar dënimin 20 vjet, a 5 vjet, a 8, është e rëndësishme që ka pas proces gjyqësor. Përndryshe, e kam një pyetje për juve, zonja Allzotëri, ose ju, ndoshta mund të keni pyetje për neve. Është reale. Nëpërmjet Facebookut Kanal 10, dërgoni pyetjet tuaj lidhur me